Java e fundit luhet ekskluzivisht për mbijetesën. Ndeshjet që vlen për verdiktin final janë 3: Laçi Teuta, Korabi Flamurtari dhe Vllaznia Tirana. Është pikërisht Shkodra epiqendra e javës, me njërin mes Vllaznisë dhe Tiranës që me shumë mundësi do t'i thotë lam të mirë kategorisë superiore. Një verdikt natyrisht i dhimbshëm, aq se skenën e kanë pushtuar edhe teoritë konspirative për shpëtimin e të dyjave. Gjithsesi, deri në shembullin e kundërt, i duhet besuar vetëm fushës. Laçi, që luan ndeshjen e jetës, është natyrisht favorit përballë një Teute që i ka marrë çfarë deshi këtij kampionati, ndërsa e vështirë edhe të imagjinohet një surprizë Korabit përballë Flamurtarit. Në këtë kontekst, padyshim që në opinionin e gjerë sportiv ka keqardhje që njëra prej dy skuadrave më me traditë në vend me shumë mundësi do t'i duhet të lërë superioren, por ky nuk është faji i Flamurtarit e aq më pak i Laçit. Madje atje në Kurbin kanë të drejtë ta ndjejnë veten në një farë mënyre disi të nënvlerësuar. Në fillim të këtij viti, Laçi ishte skuadra më e kuotuar për të rënë nga kategoria pas Korabit, e madje ekzistonte një ndjesi se të gjithëve nuk do t'ju vinte shumë keq për një rënje të Laçit, natyrisht përveç tifozëve të kësaj skuadre. Por lojrat luhen në fushë dhe te Laçi patën reagimin e duhur për të mbledhur forcat duke ndryshuar kurs. Merkato e goditur me rikthimet e Vucajt e Nikës, një frymë e re në skuadër dhe rezultate në tapetin e blertë. Fitore në shtëpi ndaj Tiranës, barazim me Kuksin, barazim në kryeqytet me Tiranën në Selman Stërmasi, sken ku të gjithë i kemi të freskëta dhe kujtimet e atij barazimi ndaj Partizanit që nxori praktikisht të kuq nga lufta për titullin. Fitore e pastër ndaj Vllaznisë, barazim me Flamurtarin. Te Laçi kanë ditur t'i bëjnë mirë llogarit dhe të jenë maksimalisht luftarak për pikët e mbijetesës. Te Tirana e Vllaznia jo. Natyrisht keqardhje për dy emra të mëdhenj të futbollit shqiptar që gjenden në këtë pikë, por të paktën t'i japim Laçit atë që i takon Laçit.